Emisioni Plug vijoi publikimin e investigimit për kryetarin e bashkisë së Poliçanit Adriatik Zotkaj, duke nxjerrë në pa një tjetër skandal. Në emisionin e kësaj të mërkure, Plug tregoi se edhe pse Adriatik Zotkaj u kallëzua penalisht nga ILDKPI për hetim pasuror, prokuroria e Beratit mbylli hetimet, duke legjitimuar pasuritë e kryebashkiakut të Poliçanit. Nga të dhënat e përcjella nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Pasurive, prokurori i çështjes minimalisht kishte detyrimin për hetimin e disa transaksioneve dhe pronave që përfshinte pasuritë e llojit ndërtesë 17 metra katror blerë në vitin 1993 në vlerën 270.000 lekë, kullot 1100 metra katror blerë në vitin 2012 në vlerën 36.300 lekë, si dhe ngjitur me këtë tokë, Adriatik Zotkaj ka blerë edhe një tjetër pronë në emër të kompanisë Perle Atomorit, 5.000 metra katror e blerë në datën 30 prill 2008 në vlerë 100.000 euro nga Riza dhe Sabire Musabiliu. Automjet AA 550 IB, Audi A6 i vitit 2005, zhdoganuar nga Adriatik Zotkaj në datën 9 nëntor 2013, i deklaruar në vlerën 600 euro. Veshblerjes së pasurive të paluajshme, transaksionet financiare të kryera nga Adriatik Zotkaj dhe familjarë të afërt të tij kanë ngritur dyshime edhe më të mëdha. Sipas deklarimeve dhe dosjes hetimore, rezulton se ky shtetas ka marrë disa kredi ndërvite, 927.400 lekë pranë RZB Bank në vitin 2006, 50.000 euro e marrë pranë Union Bank në mars të vitit 2008, e mbyllur brenda vitit. Po në të njëjtën bank ka marrë dhe 3 kredi të tjera, 50.000 euro në shtator të vitit 2008, 75.000 euro në janar të vitit 2011 dhe 30.000 euro të tjera në tetor të vitit 2012. Po sipas dosjes hetimore, rezulton se Adriatik Zotkaj në 1 qershor të vitit 2008 ka marrë edhe një borxh prej 200.000 euro nga deputeti Vladimir Kosta. Plug siguroi të plot dosjen hetimore të prokurorisë së Beratit të vitit 2017, nga ky rezulton se hetimet janë udhëhequr nga prokurori Olgert Rumniçi. Nga të dhënat rezulton se hetimet kanë qenë fiktive, pasi në një kohë rekord të vetëm 45 ditëve, prokurori ka mbledhur informacionin nga bankat, ka marrë në pyetje personat në hetim dhe më pas të dhënat u janë dërguar ekspertëve të prokurorisë së përgjithshme, të cilët kanë analizuar në kohë rekord volume të mëdha dokumentash, faturash dhe të dhënash. Më pas kanë përfunduar hetimet. Sipas çdo eksperti ligjor dhe prokuror, të pyetur nga emisioni Plug, realizimi të gjitha këtyre praktikave në këtë periudhë kohore është i pamundur. E vetmja mundësi në këtë rast mbetet që dosja për pastrimin e Adriatik Zotkajt, prokurorit të Beratit i ketë shkuar e gatshme dhe vetëm për ta firmosur.